I vendosur në cepin më jugor të gadishullit të Ksamilit, Butrinti duket si zhytur në harrim. Por, për 26 shekuj me radh, jeta këtu ka gjalluar në vazhdimsi. Gërmimet e para shkencore të kryera nga grupi i arkeologëve italian me në krye Ugolinin në vitet 20 dhe 30 të shekullit të 20, sollën të dhëna shumë të rëndësishme mbi historinë e tij. Këto gërmime u vazhduan edhe nga grupe arkeologësh shqiptar, duke filluar nga viti 1970 e në vazhdim. Shpjegimi i gjetjeve ka quar në përfundimin se vendi ku më vonë do të ndërtohej Butrinti është populluar për herë të parë nga peshkatarë që në mijëvjeçarin e dytë para Krishtit. Ndërtimet e kësaj kohe ishin fare të thjeshta dhe fortifikimet mungonin. Në ndritën e këtyre të dhënave, e legjenda sipas së cilës qyteti është themeluar nga Heleni pas largimit prej Trojës në shekullin e 12 para Krishtit, duket si trillim i mëvonshëm. Megjithatë, nëse i besojmë kësaj legjende, aty do të gjejmë edhe një shpjegim poetik të origjinës së emrit të lashtë të Butrintit, Buthrotum. Heleni, para se të shkonte në Dodon, duke zbritur në breg, bëri therror një buall. Kafsha, në greqisht bous, mundi t'u shpëtoi njerëzve të Helenit, por më në fund ngordhi në breg. Heleni e mori këtë si një shenjë nga Perëndit dhe vendosi të ngrej aty një qytet. Gjuhëtarët dhe arkeologët shqiptar kanë një shpjegim më të thjeshtë origjinës së emrit, pikërisht nga emri shqip Buz. Banorët e parë të Butrintit ishin preseb, pjesë e fisit të kaunëve. Sipas autorëve helen të lashtësisë, kaunët ishin një popullsi barbare, pra flisnin një gjuhë tjetër, që në veshin e grekëve të lashtë tingëllonte si onomatopeja, berber. Ishin pikërisht këta banorë që rreth shekullit të 6 para Krishtit ngritën fortifikimin e parë në Butrint, një mur rrethues mbrojtës për qarë kodrës që dominonte liçenin dhe shikonte edhe ngushticën e Korfuzit përballë. Pikërisht në këtë kohë qyteti përmendet edhe nga Hekateusi i Miletit, historian dhe udhëtar i njohur. Fillimet e para si qendër urbane, Butrinti i ka si emporion, njësi administrative nën kontrollin e Korfuzit. Kjo vazhdoi deri në agim të shekullit të 4, kur mbreti i fisit i lirë të Molosëve, Alket, pushtoi Korfuzin, si dhe të gjithë Kaunin. Butrinti shndrohet në një qytet të fortifikuar me mure të reja, 870 metra të gjatë, që përfshinin një sipërfaqe prej 4 hektarësh. Thuhet se ky qytet u ngrit për të nderuar Asklepin, hyjin e shëndetit. Fal marrëdhënieve të mira që mban me Romën në shekujt e 3 dhe të 2 para Krishtit, gjatë fushatës ndëshkuese të konsullit romak Palemil, Butrinti i shpëton shkatrimit. Rreth vitit 30, me porosi të perandorit Cezar, Augusti e kthen në një koloni romake. Gjatë kësaj kohe, kryen shumë punime rindërtuese, si për shembull në skenën e teatrit. Gjatë periudhës romake, ndërtohen edhe vepra të reja publike, si usjellsi, banjo publike, shtëpi të mëdha banimi e të tjera.
Jeta në Butrint vazhdon pa ndërprerje edhe pas ndarjes së perandorisë romake në dy pjesë. Futja e fesë krishterë në këtë pjesë të perandorisë u shoqërua edhe me ndërtimin e objekteve të kultit. Bazilika paleokristiane e Butrintit njihet si ndër më të mëdhat e shekullit të 6 pas Krishtit dhe më jetë gjata. Braktiset në shekullin e 18, kur vetë qyteti po jetonte vitet e tij të fundit. Kur flet për kohën paleokristiane, nuk mund të rish pa përmendur edhe Pagzimoren, e ndërtuar në fund të shekullit të 6. Mbahet si e dyta nga madhësia pas asaj të Shën Sofisë në Stambollin e sotëm. Mozaiku i pasur me simbolik fetare ka vlera të mëdha artistike, por për arsye ruajtje qëndron vazhdimisht i mbuluar larg syrit të vizitorit të përditshëm. Butrinti mbetet pjesë e Bizantit për gati 1000 vjet, me përjashtime të shkurtra, kur pushtohet prej normanëve, suevëve dhe anxhuinëve. Janë pikërisht këta të fundit që në vitin 1386 i ashesin qytetin venecianëve. Mbretëria e Venedikut e përfshiu Butrintin në hartën e zotërimeve të veta për ta patur si pikë mbështetje për anijet e veta tregtare që rrihnin të gjitha detet e Mesëdheut. Gjurmët e pranisë së gjatë venedikase dallohen sot lart në Kodur, ku ngrihet një kështjell e vogël, si dhe kulla e vrojtimit në pikën jugore të Butrintit, buslumi të Vivarit, i cili ende sot ka përcehet nëpërmjet një trapi primitiv. Në anën tjetër të lumit ngrihet fortesa anxhuine, kurse në derdhjet e tij kalaja e Alipashës. Ishte pikërisht ky që në vitin 1797, duke shfrytëzuar rënien e Venedikut, bëhet zotëruesi i Butrintit. Udhëtar dhe konsuj perëndimor e përshkruajnë këtë vend si një parajs gjuetie, jo vetëm të peshkut, por edhe të derrit dhe kafshëve të tjera të egra. Vetë Pasha i Janinës citohet ta ketë përdorur Butrintin si pikë shlodhjeje. Një pjesë e historisë së Butrintit ruhet sot në muzeun e tij të ngritur në kështjellën venedikase, por gjetja ndoshta më me vlerë artistike e tij, Koka e Apollonit, ruhet në Muzeun Kombëtar në Tiranë. E njohur ndryshe edhe si Koka e Deas, ajo është kthyer në simbol të Butrintit. Muzeu dhe i gjithë parku kombëtar i Butrintit janë pasuruar dhe mirëmbajtur gjatë këtyre 12 viteve të fundit, fal edhe bujarisë së 2 lordëve anglez, si dhe fondacionit të tyre që mban emrin Butrint. Ruajtjes dhe promovimit të qytetit i dha një shtytje të madhe edhe vendimi i UNESCO-s i vitit 1992 për ta përfshirë atë në listën e trashëgimisë botërore. Prej 20 vjetësh, ky vend i vogël, në cepin më jugor të shtetit shqiptar, tërheq mijëra vizitor, kryesisht turistë ditor nga Korfuzi fqinj. Butrintit i është rikthyer gjallëria, dhe sot nuk është as pak një vend i zhytur në harrim. Vitet e fundit, ai po tërheq edhe shumë vizitor shqiptar në diaspora, të cilët duan të njihen me historinë e vjetër të trojeve shqiptare dhe banorëve autokton.